Cila është një nga arsyet kryesore pse njerëzit nuk mund të jetojnë jetën që dëshirojnë? Shumica njerëzve vazhdimisht mendojnë, por të pakt janë ata të cilët mendojnë me vetdije. Sipas shkencës, ne kemi afërsisht 80.000 mendime në ditë. Shumica atyre mendimeve që mendojmë nuk jemi të vetëdijshëm fare. Pra, është një proces automatik. Tani cila është arsyeja që njerëzit nuk mund të jetojnë jetën që dëshirojnë? Mungesa e vetbesimit. Kur njeriu ka mungesë vetbesimi, është i pavetëdijshëm ndaj fuqisë së tij mendore dhe si pasojë mendon mendime inferiore, paragjykuese dhe vetëdenuese. Si unë nuk jam i mirë mjaftueshëm. Kur njeriu nuk është i vetëdijshëm ndaj mendimeve që mendon shumicën e kohës dhe masën e atyre mendimeve që mendon se unë nuk di, nuk mundem, nuk jam i mirë mjaftueshëm, ai ngel viktim e mendimeve që mendon shumicën e kohës. Pra për të gjithë ju që jeni mendje hapur dhe dëshironi të ndryshoni jetën tuaj duke ndërtuar vetbesimin e hekurt, kam përgatitur një libër online digital i cili mund ta gjeni në profilin tim tek websajti blerimvizhakaj.com. Ju falenderit dhe mirupafshim.